Përshëndetje të dashur miq. Pra, rregullat në Bashkimin Evropian tashmë janë të ashpërsuara dhe kështu autoritetet bëjnë me dije që njerëzit po kthehen ose po i vendoset një ndalesë vetëm pse ka kaluar 2 ditë apo 3 ditë nga ditët që i lejohet me liberalizimin e vizave. Andaj, ju këshilloj që të gjithëve që të kontrolloni ditët tuaja të qëndrimit që mos kalon 90 ditëshin nga liberalizimi i vizave. Gjithsesi, në qoftë se ndonjëherë ju shkakton ndonjë problem në çështjen e udhëtimit apo merrni ndonjë ndalesë që quhet expulse apo ndryshe ndalesë ose enteriban, si enteriban, ne kemi sponsorin tanë, i cili është Qendra Kosovare për heqje ekspulsi, të cilën mund ta gjeni në numrin që po shënojmë poshtë. Qendra Kosovare për heqje ekspulsi është specializuar në çështjet juridike dhe ju mundson heqjen e ekspulsit dhe mund të udhtoni lirshëm në Bashkimin Evropian, por gjithashtu mund të pajiseni me një vizë të qoftë të bashkimit familjar apo studentore apo vetëm për ta vizituar sërish. Pra, rregullat janë ashpërsuar dhe ju këshilloj dhe ju rekomandoj që mos të shkelni 90 ditësh. Ju falenderoj.